Me hapat e parë në vitin 2004 në qytetin e Istogut në një hapësirë modeste me vetëm një pikë shërbimi, Poliklinika Biohit ka ndërtuar ndër vite një rrjet të fuqishëm prej 7 qendrave në mbar Kosovën. Dhe tani prej më shumë se 22 vitesh mbetet të përkushtuar ndaj misionit të saj, ofrimit të shërbimeve mjekësore me profesionalizëm, saktësi dhe përkujdesje maksimale për çdo pacient. Qendra kryesore ndodhet në Pejë ku përveç realizimit të analizave laboratorike ofrohen edhe kontrolle rutinore, konsultime me mjek specialist nga fusha të ndryshme të mjekësisë. Biohiti ka filluar prej vitit 2004. Fillimisht ka filluar me një pikë të vogël në Istog, pastaj kemi dalë në Pejë, ku ka filluar në një pikë tjetër. Pastaj pas asaj janë hapur edhe pika tjera në të gjitha qytetet e Kosovës, ku në Pejë kemi pikën qendrore për të gjitha pikave në Kosovë dhe më të mëdhen, ku i kemi të koncentruar zakonisht doktorët më me emër në Kosovë të cilët janë, ku janë të vendosur këtu, ku i kemi si një pikë qendrore për të gjitha analizat që punojnë në të gjithë Kosovën. Veron Arapi, menaxheri i Poliklinikës Biohit, thekson se ajo që dallon punën e tyre nuk është vetëm profesionalizëm i stafit, por edhe përkushtim në çdo detaj të shërbimit ndaj pacientit. Në 22 vite jemi në tregun e laboratorëve. Mendoj që ka lehtësuar mjaft për arsye që edhe në spitalet të cilat janë regionale nëpër Kosovë nuk ofrohen shumë shërbime të analizave laboratorike, ku të gjitha i punojmë këtu dhe kemi sjell analiza të cilat ka qenë përpara ndoshta ma problem për të punuar ose u duhet me shku jashtë shtetit. Tash i punojmë të gjitha këtu, dhe e ka një avantazh se rezultatet i marrin brenda 24 orëve pacientët dhe nuk kanë nevojë që të presin si më parë që kanë prit deri në 2 javë ose deri në muaj që u shku, edhe kanë ndihmuar edhe doktorëve në diagnozën më të shpejtë të pacientëve, për shembull që këta që janë me kancer ose të sëmundje të tjera kronike. Ku sa më afatgjatë që ka shkuar analiza, ka qenë më keq për ta, tash mundet të merret rezultati brenda 24 orëve, do të japet një diagnozë më shpejt dhe terapia të fillojë me një kohë më shkurt. Shërbimet e biohitit si primare e kemi laboratorin, analizat laboratorike, por përveç laboratorit i kemi edhe shërbimet tjera si që janë kardiologji, hematologji, pulmologji, i kemi kirurgjinë e përgjithshme, vaskulare e të tjera, të cilat ndihmojnë shumë tek pacientët që nuk ka nevojë për shembull për pritje të gjata që kryhen nëpër spitale ose në qendrën klinikë universitare, ku duhet presin rreth 2 ose 3 muaj për një vizitë. Tani të gjitha i kemi këtu dhe kryejmë vizitat brenda ditës me një pritje eventuale deri në gjysmë ore. Procedurat e kontrollave dhe mënyra e realizimit të tyre shpjegohen nga doktoresha e përgjithshme Festa Kelmedi, e cila nënvizon në rëndësinë e konsultimit të rregullt dhe diagnostifikimit në kohë për ruajtjen e shëndetit. Unë ushtroj detyrën time si mjek i përgjithshëm në Poliklinikën Biohit që nga ky vit, për shkak se jam doktoreshe re, po çka është e rëndësishme është që çdo person i cili vjen për analiza rutinore, për analiza sistemike, fillimisht orientohet apo referohet në drejtim të mjekut të përgjithshëm për një kontroll të përgjithshëm. Gjatë këtyre kontrolleve të përgjithshme kemi hasur në zbulimin dhe identifikimin e sëmundjeve të cilat nuk janë pritur nga ana pacientit, për shkak se analizat kanë qenë rutinore. Për këtë arsye këshillohet popullata që të bëjë sa më shumë analiza rutinore, të cilat kishin mujt më shumë në identifikim të hershëm të patologjive, si dhe në një trajtim më efikas, për shkak se kur trajtimi është kur zbulimi i hershëm është i sëmundjes, trajtimi është më efikas, pa probleme, pa efekte të ndryshme anësore. Në fund të ditës kjo është puna ime këtu, për shkak se qëndroj gjatë gjithë ditës edhe secili pacient i cili vjen dhe ordinohet për analiza laboratorike, gjithashtu e kryen vizitën kontrolluese rutinore të mjeku i përgjithshëm aktual, që në këtë rast jam unë. Gjithashtu edhe biokimistët të cilët ushtrojnë detyrë, e kemi 2 biokimistë të cilët aktualisht qëndrojnë në Poliklinikën dhe laboratorin Biohit. Do të thotë nuk përfundohet rasti një pacienti pa pasur disa hyrje të tjera dhe disa konsulta në mjek të ndryshëm. Ndërsa për analizat laboratorike përfshirë edhe ato më specifike dhe të avancuara, flet Artin Dervishi, specialisti biokimis klinike. Laboratorin Biohit do me thonë kryen shumica e analizave dërmuese që kryhen edhe në laboratorit e tjerë, po ka disa analiza që janë më specifike, do me thonë. Kërkesat e pacientëve janë të ndryshme për analiza të ndryshme. Për shembull, për analizave të cilat janë më të kërkuara janë vitamina D, vitamina B12, hormonet e gjandës tiroide, do me thonë komplet ato me gjithë pakon e antitrupave. Kërkon edhe statusi hormonal i ndryshëm, do me thonë, sidomos për pacientëve që vinë prej mjekëve endokrinolog.
Puna e biokimisë, do të thonë, është një punë sfiduese. Ajo i ka bagazhet e veta, për shkak se dush më marrë edhe me pjesën e diagnostikës, po edhe me pjesën e trajtimit, edhe për cilës follow-upi, do të thonë, të terapisë së pacientëve. Poliklinika Biohit vazhdon të mbetet sinonim i besueshmërisë dhe shërbimit efektiv në sektorin shëndetësor në Kosovë.